Dalin para gazetarëve të Taulant Ballës, u vërtetua edhe me anë të gojës ti se sa e rëndësishme është të ndrohet kodi zgjedhor. Sa e rëndësishme është që të largohet lista e mbyllur. E pyetën për Mariana Koçekun. Dhe në mënyrë eksplicite tha që asaj nuk i takon mandati sepse ka dalë te listat e mbyllura të Partisë Socialiste. Pra nuk është votuar, po të votonte, të merrte pikërisht votat e Partisë Socialiste, atëherë mbas edhe mund të hapte gojen. Mirë po, ajo ka dalë me listë mbyllur, pra e ka nxjerrë Partia Socialiste a priori. Edhe ndërkohë, sigurisht, i takon Partisë Socialiste. Kjo është fjala e tij. Nuk kam folur unë kështu, ka folur njeriu i Partisë Socialiste, njeriu që sigurisht për vite është kryetari i grupit parlamentar, është njeriu i cili sigurisht përfaqëson mas Edi Ramës idenë komplekse të një partie në politikë, në filozofinë e saj. Mirë po të shihni çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që Partia Socialiste nuk ka kërkuar falje me gabimin e jashtëzakonshëm që ka bërë me një jo socialiste jo vetëm jo socialiste, po jo e Krautmajt dhe jo frymë e re e Partisë Socialiste në qarkun e Shkodrës, po themi. Mariana Koçeku nuk i ka takuar në asnjë lloj mënyre që të jetë përfaqësuese e Partisë Socialiste, sepse nuk i takon as për trashëgimni, as për vrimtari, as për rekordet e saj, se s'kishte si t'i kishte me një moshë kaq të re, kur në Partinë Socialiste në Shkodër kishte 10 vajza, edhe të besimit katolik që i takonte shumë më tepër të ishin aty në grupin parlamentar. Klasifikimi dhe koklavidja me duhen kaq gra ose kaq të gjinisë femërore dhe katapultimet e tilla prodhojnë edhe Mariana Koçekun. Mariana Koçeku nuk ka prodhuar veten. Mariana Koçekun e ka prodhuar Taulant Balla, sigurisht kryetari i partisë që është Edi Rama, që mund të jetë nisur për mirë, e çrëndsi ka fyer gjithë socialistët shkodrane. Sepse ka katapultuar një njeri i cili e vërtetoi që s'ka lidhje me socialistat, urren socialistat. Mariana Koçeku e urren Partinë Socialiste, në thelb, është antisocialiste, nuk ka lidhje fare me Partinë Socialiste, e ka marrë vetëm që të dalë, të ka përcej një përrua, një lum, qa shkëmbinj dhe një tuf dhish, po jo më tepër se sa kaq. Pra gjë e parë që duhet bëj Taulant Balla është kërkoj të falur Partisë Socialiste, pse ja kanë bërë këtë, po themi këtë qyfyr, e panevojshme. Mariana Koçeku është e panevojshme fare. Dhe e dyta pastaj, ajo që u vërtetua qartë, të largojnë pikërisht atë që prodhoi Mariana Koçekun dhe që është lista e mbyllur. Dakord miqtë e mi, nuk do ndodhte Mariana Koçeku pa fajet e listës mbyllur dhe katapultimeve abuzive, në këtë rastin e kësaj Marianës e palogjikshme fare, krejtësisht e palogjikshme, e pa drejtë, në të gjitha drejtimet gabim, të kështu rregullohen në një farë mënyrë, kërkohet falje. Na falni se bëm gabim. Të dashur socialiste dhe socialist shkodran, ju katapultua një person i cili nga 10 u bë kryesocialiste në listë parë në qarkun e Shkodrës. Dakord miqtë e mi. Miqtë Prizmës. Sigurisht që unë e kam quajtur e kam konsideruar një grup shteti të butë, të gjithë këtë manovër, si them tash, manovër ultramajtiste dhe anarkiste njëkohësisht zakonisht bashkohen, derisa vjen një moment pastaj për të përplasur me njëri tjetrin. Janë disa të ashtu quajtura revolucione që e kanë vërtetuar këtë punë, i cili kërkon marrjen e pushtetit duke dalë jashtë jo vetëm suazave, po jashtë rregullave të demokracisë.
ato fejtone që kishin dalë se si të organizohet pushtetit nesër, regjimi i ri, sigurisht që i bin nesh në mënyrë eksplicite të gjithë organizmave, jo vetëm të shtetit shqiptar të sotëm, po të shtetit shqiptar sotëm të integruar në Evropë dhe në organizma tjerë siç janë NATO, Këshilli i Evropës, po themi, edhe OKB e gjithë më radhë. Ata kërkojnë shkrirjen e kuvendit dhe krijimin e asamblesë nga rruga. Largimin e qeverisë dhe krijimin e një qeverie po nga rruga, me zgjedhje që ata sigurisht i kanë jashtë kushtetues. Krijimin e një kryeministri jashtë zgjedhjeve dhe sigurisht rregullave kushtetuese tonë, vendosjen e një regjimi të ri që del po nga rruga, me asamble dhe organizime të tilla të mshehura mbas edhe një patriotizmi, nacionalizmi, Shqipëria etnike e fjalë tilla, marrëzira të tilla. Ky lloj grushteti i butë që bëhet nëpërmjet një proteste të butë, jo të ashpër, sepse sigurisht po të ishte ashpër do kishte përfunduar me kohë. Është kujtuar tash në 2026-ën. Dhe sigurisht që i bjen nesh jo vetëm kushtetues të Shqipërisë, jo vetëm rregullave të shtetit demokratik të ndërtuara, të vendosura, të aprovuara. I bjen nesh marrëdhënieve që ka Shqipëria me Evropën dhe me NATO-n, sepse sigurisht si Evropa, Bashkimi Evropian, NATO dhe gjithë organizmat e tjerë ndërkombëtare njohin një Shqipëri të strukturuar në demokraci dhe jo nga asamblet e flamingove të dalin nga rruga. Nuk njeh atë Shqipëri. Do thoni ju kjo Shqipëria është e Edi Ramës dhe Sali Berishës, pikërisht këtë Shqipëri njohin atë. Populli ka votuar Edi Ramën dhe Sali Berishën, unë po i marr për shembull. Nuk po i them që janë as burrat mirë as burrat këqij. Po ka një orë dhe ka pranuar organizimin partijak politik. Jo shkrirjen e partitokracisë me një të rënd lapsit, si e bëjnë këta nga sheshi. Dhe krijimin e asambleve 500 vet, 300 vet, 150 vet. Largimin e të një arrogancë idiote, sigurisht, të aty hartuzve, për njëkohësisht edhe atyre që u lurasin për këtë punë, që sigurisht janë flamingo ultramajtist, këta kanë idenë më tepër për të shkruar gjëra marrëzi të tilla, po dhe anarkistët. Edhe disa parti të vogla aty janë pikërisht kështu. Edhe anarkist, e llapajt dhe ultramajtistët e atij, por nuk dihet shehe që lundron midis të dyve, ultramajtistët e qorrit. Sigurisht, jashtë tyre janë disa organizma të tjera që janë ekstremit majtë sigurisht, me Salisin dhe ftojnë ultramajtist nga Evropa, të cilët i prishin punën e Evropës, po Evropa i marrë si dekor për treguar pluralizmin e saj. Ideja e një grushti të butë shtetit në këtë lloj forme për të shkatruar atë që e konsiderojnë regjim dhe për të ngritur regjimin e tyre, i cili është akoma më i keq dhe më i shëmtuar se sa ky që kemi, ka ardhur në 2026-ën, po pse në 2026-ën? Pse bie fjala nuk e bën në 2013-ën? Ku shteti atëhershëm kishte bërë 2011-ën, kishte vrarë bulevard, kishte bërë 2008-ën, kishte hedhur katunën në erë, kishte korrupsion, kishte gjithë shka të keqe që mund të ketë një demokraci. I kishte me Sali Berishën. Pse nuk e bën atëherë? Ishin të vegjël, se sigurisht ishin të vegjël, nuk kishin kuptuar. Jo, nuk e bën sepse ajo bë me rregullat brenda demokracisë. U morr pushteti asaj kohe sepse u bën zgjedhje. Sepse populli shqiptar votoi Partinë Socialiste. Dhe nuk kishte nevojë për flamingist, ultramajtist dhe të marrë, të cilët kërkojnë t'ia dorëzosh pushtetin në tavolinë atyre në shesh, dhe ata të bëjnë pastaj të rikrijojnë, të shpikin një shtet i cili i bie nesh parlamentarizmit, i bie nesh kushtetutshmërisë, thyen çdo lloj rregulli dhe kushtetute, që kur thotë po ndërtojmë një asamble, del jashtë rregullave të kushtetutës, i thua parlamentit largoju, kaq idiotizëm dhe kaq protofashizëm dhe protokomunizëm është, edhe komunistët dhe fashistët e para një shekulli nuk vepronin kështu siç veprojnë këta, kaq të marrë janë.
Po pse nuk e deshën 2013 në Shqipërinë? Për çfarë arsye nuk deshën Shqipërinë e 2013-s? A e di pse nuk e deshën? Sepse këta nuk duan vlorën e 2013-s, një vlorë fekalesh edhe kanalesh, një vlorë e shëmtuar e asaj kohe, 2013-s. Jo më duan vlorë e 2026-s këta, tipat janë zgjuar. Nuk duan fjerin e 2013-s. Ishte sigur i kishte rënë bombat. Nuk e donë, për çfarë do ta dojnë? Fjerin e 2013, duan fjerin e 2026-s. Duan pikërisht fjerin e 2026-s. Pastaj ikin njerëzit e bëjnë njerëzit e ka gjithë dhara atin, kanë shkuar njerëzit do ikin nga Shqipëria, sepse sigurisht kur të kenë nevojë në Gjermani ata për të marrë njerëzit nga Shqipëria, njerëzit do ikin. Kanë përtikur, se deri dje ishin me klon. Sot nuk kemi klon. Edhe nëse ka një ofertë aty, për 2.000 eurosh kanë përtikur. Ne nuk kemi për t'i pasur edhe për shumë vite rroga 2.000 euro, 2.500 euro, e 3.000 euro standardin e Gjermanisë. Është ofera, prandaj ikin. Nuk duan të punojnë tokën e tyre dhe ta punojnë në Greqi. Tash ka ardhur dita që edhe në Greqi nuk është se po paguajnë ne gjë më tepër. Por ikin sepse është oferta më e mirë. Atëherë i vritnin kufi nga shpina kur ikin, tash duhet i nalosh për të kthyer. Ikin njerëzit se s'kan dëshirë të punojnë tokën e tyre, duan të punojnë tokën e grekut. Shkojnë ta punojnë. Kush punon tokën e vet? Nëse ky është diskurs tjetër, që flamingove nuk i shkon deri aty logjika, se flamingo janë. Problemi është se nuk kanë dash fjerin e 2013-s, nuk duan lezhën e 2013-s. Duan këtë. Lezhën e 2026-s, Shperin Ndreut. Domethënë nuk duan Shkodrën e 2013-s, as 15-s. Nuk duan Shkodrën e Voltanës, flamingot. Duan Shkodrën e Benetbeçit. Po më janë zgjuar, absolutisht zgjuar. I duan rrugët më të shtruara, i duan plerat e mbledhura, i duan ritmin e punëve, investimet, këto duan këta, i kanë të gatshme tash. E duan shtetin mirë, e duan infrastrukturën mirë. I duan shkollat e rregulluara. Këto i din, pavarësisht se shajnë. S'ka arsim, s'ka shkollë kë, po këto duan të 2026-s. Duan Korçën e 2026-s, jo Korçën e 2013-s. Kështu i duan gjithë qytetet, Tepelenën e 2026-s, jo edhe Përmetin. Këtë lloj sistemi kërkojnë. Dhe pikërisht pse kërkojnë këtë lloj sistemi, them që sigurisht nuk janë kaq të humbur, janë të zgjuar në këtë lloj drejtimi. Edhe 2026-ën e kërkojnë 2026, jo 2013, 2012, 2011. Në këtë pikë them që nuk është problemi se këto kanë ide thjesht ultramajtiste dhe anarkiste. Midis këtyre ideve kanë edhe një ide pragmatiste të tyre. Këta nuk mund të bënin një veprim të tillë në 2013, 2012, sepse sigurisht atëherë ishin brenda legitimitetit. Këta duan të thyen legitimitetin, sigurisht duan të thyen atë që konsiderohet kushtetutshmëri, duan të shpikin rregulla të tjera kundra kushtetutës, kundra sigurisht të gjitha të aprovuara dhe integrimeve që kemi në Evropë, që nga 2000, po them masim 1997 se deri tani, këto duan të shkatrojnë partitokracinë duke ngritur një anarki ultramajtiste, që nuk është as partitokraci, po është thjesht një gru shteti i butë në marrëzierat e të shkruajturës që i bie ndesh demokracisë. Këtu është historia. Pavarësisht kësaj, një pjesë e madhe atyre kërkesave që bëhen amalgame, një ndërthurje të çuditshme interesash, ajo që më bën mua përshtypje është kthimi nga një detimi një të majte e cila sigurisht nuk njeh rregullat në demokraci, nuk njeh rregullat në kapitalizëm dhe urren pikërisht këtë lloj rregullash. Nuk është vetëm çështja e një anarkie në mendim. Është çështja e bashkimit të një ultramajtizmi dhe anarkizmi të çuditshëm. Ky është problemi i madh. Dhe jo problemi
i të thënave të cilat kanë të drejtën dhe të vërtetën brenda. E drejta dhe vërteta humbë pikërisht në përdorimin e në futjen nën suaz të ultramajtizmit dhe anarkizmit. Kjo është e keqja. Prandaj nuk kanë mundur të bëjnë asgjë vite më përpara, po e kërkojnë tani. Kjo është vetëm një pjesë e zgjuar e flamingove. Pjesë tjera pastaj janë për t'i marrë me shumë gajret, thonë Tiranë, për t'i marrë me të qeshur. Sepse nuk ka arsye tjetër, ndryshe duhet bëhesh nervoz seriozisht dhe nuk ja vlen të bëhesh nervoz seriozisht. Dakord, miqtë e mi?